dhe ma tepër besim kam në testimet ndërkombëtare se këto që bëhen shtetërore të ne, këto testimet që bëhen shtetërore të ne do thotë janë testime sa objektive ne po e dim se ka shpërdorime, ka gjëra e kështu me radhë që pa testimet ndërkombëtare qoftë TIMSS, PISA, PIRLS e kështu me radhë po tregojnë se ka do thotë dukshëm rënje, diskrepanca ndërmjet rezultateve të bashkëmoshatarëve në të nxënësve në Republikën e Maqedonisë Veriut dhe Unionit Evropian, edhe në nivel botëror është shumë e madhe, do thotë paramendoni ku një fëmijë i cili është i moshës të ne klasa e 3 bie fjala në Unionin Evropian klasa e 3 të ne klasa e 5 njohurit që i ka të përveçuar nga shkollimi është dallimi do thotë të 2 vite, 2 klasë. Njohurit që i posedon një nxënës në Unionin Evropian, themi që i tregohen mesatarë diskrepancat e 2 vite, do thotë që është pak zbrengose.